Duhet theksoj që vetëm pak minuta më parë, policia përfundimisht ka pranuar që shënjesër nuk ishte personi i cili ka mbetur i plagosur, që është pronari i Sokoldaci, por ka qenë Nipi Ardian Nikulet, biznesmenit i cili u ekzekutua në lokalin e tij në Shëngjin nga një shtetas portugez dhe të përfshirë edhe disa shtetas britanik. Po të shikosh, pse kjo ngjarje merr rëndësi të veçantë dhe pse policia e shtetit mendoi që ka patur një tentativë për ta fshehur dhe devijuar. Ja do ta shpjegoj. Në këtë berberhane ka qenë Ndaloj këtu, stop. Shifeni si është. Në këtë berberhane fillimisht ka qenë vetëm pronari ose personi i cili punonte aty, që është 30 vjeçari Sokoldaci. Rreth gjysmë ore përpara se të ndodhte ngjarja, ka mbritur një punonjës policie, Besart Kovaçi, i cili është pjesëtar i patrullës së përgjithshme në komisariatin Lezhë Mirdit, i cili ka qenë jashtë orarit të shërbimit, ka ardhur me makinën e tij në shoqërinë e Merando Nikulajt. Kanë ardhur të dy, kanë hyrë brenda në berberhane ose në salon. Si klient. Këtë pretendohet, paktën dëshminë e tij, Merando Nikulaj ka hyrë për të bërë qefje. Në mbrëmje, përpara kësaj berberhanie kanë ardhur dy automjete, një tip Audi dhe një Passat me targa të vjedhura. Nga aty kanë dalë 7 persona, 5 prej të cilëve mbanin në duar shkopa bejsbolli, ndërkohë 2 të tjerë, sipas pamjeve filmike, ishin të pajisur dhe të armatosur me Kalashnikov. Çfarë ka ndodhur në momentin që ata janë afruar dhe me sa duhet punojnë si policisë dhe ky është shqetësimi për mua ndaj kjo duhet diskutuar, është pak a shumë si rasti Jeton Lami që shoqëronte në Arati Ervis Martinaj, punojnë si policisë me sa duhet shoqëronte Merando Nikulaj, i cili ne e dim tashmë që Nikulaj dhe Lekstakajt shoqëronte Merando Nikulaj, pavarësisht se këtë e bënte jo në mënyrë zyrtare, por e bënte dhe jo në orarin e punës. Çfarë ka ndodhur në momentin që personat janë afruar? Punojnë si policisë, kanë nxjerrë armën dhe është qelluar nga të dyja drejtimet. Nga jashtë brenda është qelluar mbi 30 herë me breshëri Kallashnikovi, dhe janë pikërisht to shenja që janë këtu dhe 3 nga plumbat kanë kapur punonjësin ose pronarin e berberhanes, i cili ndodhet në gjendje të rëndë në spitalin e traumës, ndërkohë që nga brenda është qelluar, janë gjetur brenda berberhanes 16 plumba pistolete.